Po, do më thonë, sigurimi ka reglat strekt, edhe ka dosh me hy pa bilet, kështu që e ku më zerë përveshë jashtë. Qështë burra të të zerë përveshë jashtë? Kështu nashta nuk dukna, po taktika bënd vetën. Unë e shkova. Unë e kam një 9 kilometra, kam dëshonin nga... Po shona unë. Ata jenë tigrat e Deçanit. Tigrat e Deçanit përveshë jashtë? Po, shumë respekt për djemt e Deçanit, po ka raste të ndryshme për shkakcioni dhe i kam 5 vite përvoj pune. Edhe dita është i më punin edhe në gjëmë. Cilat janë ata taktika që mund është një mashkull me... I kam do taktikat mija, vetëm ata që pësojnë e din. Opa, a e djemë ku jeni? Që besojnë, apo që pësojnë? Që pësojnë, e provojnë. Nëse donë se më në fund të emisionit, muj me ta bunë taktik. Jo, unë jam i urt, unë jam maka dialogi. Unë jam maka dialogu, unë ma shumë me goj jam, me mlanë mu me fol. Po, ka herë ju moshkujt nuk merë një shumë vesh edhe me goj. Violet. Po. Unë nevoj për sigurim s'kam, se s'kam nevoj më rujt pi dekujna, kështu që... Kam përvoje me licencume, një di gjitha reglat. Dhe është të më të thënë, atë karan në i herë me intervenu të një VIP? Po, ka pas raste. Nuk për se i këta shme, po ka pas raste. Për shkak se, sidomos femnat, kanë qef, dhe më thonë, kanë idolës, kanë simpati për njën për aty në vipa, ka pas raste. Unë, mas shumë të problemin, e ka me femna, për shkak se më shojnë pak, jem shumë strikte në punë edhe pak duhet me najtë sigurime e kam qëndrime më konë serjas. Kështu që probleme matë madhë gjithë mund e jetë e kumë pas me femna, për shkak që unë kam shumë respekt për femna, po kjo është realiteti, sidomos në Kosovë, po nuk jalojnë asë moshkujt, tash moshkujt thuaj se shumica jënë bo edhe gra, pak se turët jënë bo shumë. Burrat ma turët se gratë? Po, ka femna që janë ma burnesha se burrat. Femnat ma burnesha se burrat? Djem, ku jeni? Unë pe pipa ku i he. Djeri ka funda emisionit në pështofta. A i si, atë ka ra ty në për evente, në për me taku VIP të cilë kanë qenë, për shambull, më prepotent se sa e meritojnë me qenë? Po, pa tjetër që kam takuar. Kam takuar njerës që kanë menduar se kam famë më shumë se që e kanë, fakt. Kanë pas sjellje shumë arrogante se shumë njerës të tjerë që kanë pas famë shumë më të madhe se ato. Kam taku njerës shumë të famë shumë, po që kanë qenë njerës shumë të thjesht, edhe komplet opinioni që kisha më kanë ndryshuar brenda 5 minutave që kam bërë muhabet. Të që pa tjetër që s'dua t'i përmend me emra, por unë thash, unë mendoj se fama është pak edhe me karakter. Atë ka ndodhë me po, për shembull në një nej ose në një event ku intervenon dikush i sigurimit? Jo, ma shpjego pak se kuptoj. Për shembull,